kisha një ose dy pyetje në vërtet për drejtorin. Kur fillon verifikimi i këtyre numërimi apo rinumërimi apo si do quani i këtyre kutive dhe këtyre 15-ve, po edhe atyre në vushtre. Një, edhe dyta, kur fillon edhe numërimi i kutive si pas vendimit të PZAP-s tash që ka marrë për flet votimet e shpollura si të pavlefshme. Kjo është çështja e parë që ose dy pyetjet lutem shkruaj që ta kesh parasysh. Dhe ato janë 170 kuti. 177. Edhe një çështje tjetër që po dua ta ngris është ka raste kur janë dërguar ankesa në PZAP, edhe kur ankesat refuzohen ose shpallën pavlefshme për shkak se janë të pasafatshme ose të paraafatshme. Lidhet me këto dy koncepte, unë kam përshtypjen, jo vetëm përshtypjen, po edhe ka fakte domethënë se kjo bëhet pak në mënyrë arbitrare nga vetë PZAP-ja, për arsye që ata e dinë, unë mund ta marr me mend që edhe ata nuk mund t'i konceptojnë bash drejt kur ka filluar dhe kur mbaron një afat. Rasti i fundit është dje ne si vetëvendosje kemi bërë një ankesë dhe është shpallë pasafatshme. Edhe unë mendoj se ajo është vendimi pa drejt dhe arbitrari i PZAP-s, sepse ne jemi bazuar në një njoftim të SKQZ-s për përfundimin e numërimit të votave në QNR. Edhe me qenë se kërkesa ka qenë për rivotim me post, edhe ka të bëjë me këtë procesin, nuk ka të bëjë me 1, 2, 3 apo 4 raste të veçanta, do të është dashur pritet përfundimi i numërimit. Ne ju kemi përmbajt afatit sipas njoftimit të sekretariatit, që ka qenë ora 9, dhe nga përgjigja ose KQZ se kam pa që nuk e kanë cek afatin kur ka fillu afati. Unë nuk e di në cilën mënyrë ka marrë PZAP-ja orën 16, nuk e arsye thonë pse ka marrë atë afat, po duke u bazuar në atë afat, e shpall ankesën të pasafatshme, dhe ne i kemi ofruar, do të thotë, në vërtet si jemi anku në PZAP, se s'ka kuptim, ato do ta bëjmë në Gjykatën Supreme. Mirë po, ne jemi bazuar, siç thash, në njoftimin e sekretariatit se votimi në QNR numërimi në QNR ka përfunduar në orën 21, ato e kemi nxjerrë atë dëshmi, domethënë që u është dërguar anëtarëve të KQZ-s, edhe unë mendoj se sekretariati edhe KQZ-ja e ka për obligim që për çdo veprim që lidhet me të drejtën e ankesës të shkruhet edhe ora kur fillon afati i ankesave, edhe prej kur fillon afati, po jo t'i lidh gjithmonë PZAP-s në dorë për arsye se ka raste, nuk është, unë e përmenda rastin e fundit, nuk është rasti i vetëm që të vendos në mënyrë arbitrare për afatet. Sa i përket vlerësimit të kutive të votimit jashtë Kosovës që janë 177 gjithsejt, ju njoftoj se dje me datën 9 mars 2025 në ora 14:32 ne kemi pranu vendimin e PZAP-s APIK numër 634 për 2025, pasi që të konsumohet kjo afati ankesave në Gjykatën Supreme, nesër orientimisht mund të fillojmë me hapjen e 177 kutive me qëllim të vlerësimit të flet votimeve të pavlefshme në përputhje me vendimin e PZAP-s, ose më së voni të mërkurën në mëngjes. Pra kjo rast lidhet me konsumimin e afatit të ankesës të palëve të interesuara që mund të parashtrojnë në Gjykatën Supreme, andaj edhe ne duhet të presim këtë të konsumohet kjo afat.
Sa i përket pyetjes së tretë për përfundimin e procesit në qendrën e numërimit të rezultateve, është në vërtet që unë me datën 5 mars në orën 21:03 kam dërguar një email ku e kam njoftuar gjithë KQZ-n që ka përfunduar i gjithë procesi i numërimit në qendrën komunale të numërimit. Po ashtu ka një njoftim në webfaqen e KQZ-s ku thuhet që procesi i numërimit të fletvotimeve nga votimi me postë jashtë Kosovës ka përfunduar me 4 mars në ora 16. Dhe me rastin e marrjes së vendimit nga ana e PZAP-s, PZAP-ja ju ka referuar këtij njoftimi, që është i publikuar në webfaqen e KQZ-s. Dhe ky njoftim në webfaqen e KQZ-s lidhet pastaj me paragrafin 1 të nenit 105 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, ku thotë që ankesat lidhur me administrimin e numërimit në QKN dhe QNR dorëzohen me shkrim pranë PZAP-s brenda 48 orëve nga dodhja e shkeljes së supozuar. Domethënë kjo është neni që ju kanë referuar PZAP-ja, e po ashtu ju kanë referuar një njoftimi në webfaqet e KQZ-s për përfundimin e procesit të numërimit të fletvotimeve të dërguara përmes postës në kutitë postare të KQZ-s. Andaj mund të them që njoftimi i drejtorit të sekretarit të KQZ-s me datën 5 mars ka qenë një njoftim që i gjithë procesi i numërimit të fletvotimeve ka përfunduar, ku këtu përfshihet, domethënë akti final i administrimit dhe numërimit të fletvotimeve në qendrën e numërimit të rezultateve. Ne ngritëm çështjen e afateve, ne i shikojmë me kujdes, po e shihni domethënë se edhe në mesin e anëtarëve të KQZ-s nuk ka një pajtueshmëri për këto afate. Aq më pak duhet të ketë nga PZAP-ja, edhe prandaj thash në mënyrë arbitrare caktohen afatet nga PZAP-ja. Ne kemi me u ankue në lidhje me çështjen e rivotimit me postë nga bota jashtme për mërgjimtarët tonë, për arsye se kemi nxjerrë shumë dëshmi, fakte, prova se ai proces është tërësisht i kontaminuar. Veç nga një në kreve, këtu komenajt për ju. A keni më anku në Supreme ta shumë Po. Ne i kemi, pikrisht, ne i kemi të dy afate tash në dispozicion. Një kemi afatin në dispozicion me u anku në vendimin e PZAP-s, sepse e ka hap derën PZAP-ja ligjërisht 48 orë, por ne kemi drejt me bë ankesë edhe pas shpalljes rezultateve përfundimtare. Të dyja i kemi tash të hapura. Kur keni me dërzuar ankesën Supreme? Tash po më ngushton se si shkruajone. Nuk vendosi unë përfundimisht, po kemi me dërgu brenda afatit, por nuk muj me thonë ku. Na e dërgojmë kërkesën dhe ankesën në Gjykatën Supreme me binjën se na jep drejt. Po, ne nuk vendosim për atë.